Mirë mbrëma miq të dashur të emisionit prive, mirë se po takohemi sërish bashkë edhe këtë edicion. Mbrëmjen e sonte me nisi me një këngëtare e cila ka munguar kohëve të fundit në intervista, është ajo Ronela Hayati, që do ta flas më shumë rreth projektit të saj, të cilin është në përgatitje sipër. Gjithashtu, edhe për statusin e saj, shpesh herë kemi pyetur se është në lidhje me Young Zerkën, është përgjigjes, është përgjigj, mirë po sonte do ta kuptoni saktë se çfarë statusi ka momentalisht. Mes tjerash do na flas se pse nuk është duke bërë ndonjë duet me ndonjë artist tjetër e gjëra të tilla rreth karrierës së saj. E ndjekim bashkë në vazhdim materialin e parë për mbrëmjen e sonte. Është një nga këngëtarët më unike të skenës muzikore shqiptare. Në çdo projekt sjell një anë që nuk e njohim për të. Klipe të guximshme e tekste që nuk kanë kënduar më parë, aq më tepër nga artiste femra. Duke bërë garë vetëm me veten e saj, Ronela Hayati ka rezervuar vendin e merituar në industrinë e muzikës shqipe. E këtë kjo, edhe duke mos u munduar shumë me paraqitje televizive, madje janë bërë shumë kohë që nuk ka dhënë intervista, por deri më sot. Kam refuzuar intervistat sepse pikë pari nuk kam pas çfarë më thënë, ndihesha bosh, pa material. Edhe gjë që jam qenë më shumë e fokusuar kanë qenë këngët që kam nxjerr dhe çka kam dashur me thënë për këngët e kam shpreh tek rrjetet e mia sociale edhe nuk më zhdukur shumë e nevojshme për të qenë në për intervista, po ja që pas goxha kohësh unë vi gjithmonë dhe zgjedh njerëzit që kanë gjanë. E 2020-ën kishte menduar ta bënte një nga vitet që do të mbaheshin mend në karrierën e saj. Shumë projekte, shumë plane e çdo gjë të menduar deri në perfeksion, por që gjërat nuk shkuan siç do të kishte dëshiruar. Ka dalë 20-20 kështu tip shpërthimi, po se kemi kuptuar. Unë kam pas shumë plane, besoj si të gjithë që kanë pas shumë plane dhe sidomos këtë vit isha e furnizuar me një energji aq pozitive, isha aq optimiste edhe thash si mua s'do ketë këtë vit, por ja që kishte shumë si mua. Të gjithë mbyllur, megjithatë, me rëndësi është shëndeti thonë. Me rëndësi është edhe shëndeti psikologjik, kështu që ju lutem, mbylleni këtë gjendje se po çmendemi. Ndërkohë materiali që kam për të nxjerrë këtë verë është një hit i padiskutueshëm, i mrekullueshëm, kënga më e mirë. A thon gjithë kështu? Unë kështu them. Edhe pse akoma koncertet nuk kanë nisur, Ronela nuk do e lë këtë verë të shkojë pa projekte muzikore, e që do t'jenë disa. E para që do t'bi është aventura. Nuk do t'i jap shumë zor këtë verë, klapa gënjej. Po kam 2 projekte, mund të bëhen edhe 3, mund të bëhen edhe 4, kam shumë këngë në studio, por tani nga në mes korrikut xhiroj spotin. Kjo sepse Erkandi dhe Vesa ma nxin jetën për data, thirrje publike. Me rëndësi është që kënga mirë nuk ka rëndësi kur del, ka rëndësi se çfarë materiali është. Disa gjëra e kam shtyr, absolutisht, por më të mira do t'i nxjerrim. Për qefin e njerëzve, jo me patjetër me idenë që kesh punë nëse ka do jemi, po nëse s'ka të paktën të kënaqemi me materialin që del. Ndërsa kënga e dytë që publikohet së shpejti do të ketë një tjetër karakter, e madje bëhet më mistik akoma, pasi që nuk mund të zbulohen detajet rreth saj. Tjetra është një projekt goxha i madh, edhe se zbuloj dot jo për qef tim, po se s'mlen akoma. Edhe është diçka që ka të bëjë edhe me diçka tjetër, me shumë njerëz të tjerë që duan shumë diçka tjetër. Nuk e kupton, prandaj këtë doja edhe unë. Të dyja këto projekte do të vinë vetëm dhe jo në duet. Edhe pse kjo verë po cilësohet si stina e nxehtë e bashkëpunimeve, Hayati ka vendosur që kësaj betejë t'i bëj ballë si e vetme. Ja. Kam, sepse dua t'i ruaj për në dimër. Do marr të gjithë këta që e kanë tani në verë, do këndojnë me mua në dimër. Është dimri më i gjatë se ta vera, edhe për shkak që kam parë shumë bashkëpunime
nuk është se nuk e kam bërë shumë edhe si muhabet, të them të vërtetën, po kam pëlqyer që të jem vetë më mirë këtë vit. Nëse ja dal vetë këtë verë, do me thënë që kam shumë potencial si artiste. Kur jemi tek plani muzikor, nuk mund të anashkalojmë projektin e fundit të Ronela Hajatit, ku solli 2 këngë për Shën Valentin. Gënjeshtarje e pastaj një shpërthim alla Ronela tek pare. 2 këngë e klipet tërësisht ndryshe brenda një projekti. Unë nuk merrem shumë me idenë që të bëj gjithmonë çfarë bën të tjerët, edhe kjo tash më dihet. Dua të shkoj gjithmonë kundër rrymës. Po më erdhi shumë keq, akoma nuk e kam kënduar këngët në koncert sepse sa i nxora unë mbyll çdo gjë, edhe mezi po pres ti këndoj. Njerëzit e kanë pëlqyer shumë. Ka shumë njerëz që pëlqejnë këngën gënjeshtarje, ka shumë njerëz që pëlqejnë këngën fare. Janë komplet kundërta, janë komplet ndryshe, po unë i dua shumë të dyja, po më pëlqen më shumë të dëgjoj këngën gënjeshtar, ndërsa për të kërcyer, du fare. Du shumë fare. Nuk ka intervistë të Ronela Hajatit që nuk e ka pasur një pyetje, a je në lidhje me Young Zerkën. Për vite me radhë, kjo ishte pyetja që nuk mungonte, e ndërsa tani për të parën herë kemi një tjetër pikë pyetje. A është ndarë Ronela Hajati? Po, io sono single. Beqarja jam. Edhe shumë mirë. Vetëm punë për momentin. Është vetë një gjë që jam shumë e fokusuar, edhe po më pëlqen që madje ndonjëherë jam pak shumë overthinking gjithë kohës, ose kur fle mendoj për punë. Çfarë duhet bëj, ndonjëherë të streson, të lodh si njeri, po mua më pëlqen. Jam izoluar në sensin edhe të shoqërisë, edhe të njerëzve që rrethohen për punë. Kam krijuar një tip rrethi që është shumë i vogël, po përpara nuk kam qenë kështu. Njihja gjithë vendin, rria me të gjithë, tani nuk e di. Është mbase vetë, nuk është se e kam zgjedhur. Jam izolu dhe jam e fokusuar vetëm punë. Në të tilla raste ka vetëm një pyetje që mund të bëhet. Si po ndihet Ronela Hajati tashmë si beqare? Po ndihem shumë mirë. Jam mirë. Tash njeriu nuk mjaftohet kurrë me asgjë. Edhe kur je shumë mirë, prap do gjithmonë të kesh diçka që nuk e ke. Zakonisht njerëzit, për shembull shoqet e mia, kur janë të lidhura, duan të jenë vetëm, të rrinë pak me shoqet. Kur janë vetëm, duan të jenë lidhje. Kur kanë duan diçka tjetër, gjithmonë njeriu nuk ngopet me asgjë. Këto ishin të rejat e Ronelës, por që nuk janë të vetmet, e gatshme për punë e me një energji si asnjëherë më parë. Të do e dëshmoj edhe projekti më i ri, Aventura, që publikohet këtë muaj.